pas 3 dekadash, arrestohet në Shtetet e Bashkuara Sokol Hoxha për 3 vrasje. Autoritetet amerikane kanë vënë në pranga shtetesin shqiptar Sokol Hoxha, i cili ka qenë në kërkim prej 3 dekadash për 3 vrasje, 2 në Shqipëri dhe 1 në Belgjik. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi u krye më 5 maj nga ekipi i posaçëm i shërbimit të Marshallëve Amerikan në Ohio, në bashkëpunim me agjentët e migracionit ICE, Interpol, Washington dhe policinë në Kettering në Ohio. Sipas autoriteteve amerikane, Hoxha ishte subjekt i një njoftimi të kujt të Interpolit lëshuar nga Belgjika, pasi ishte dënuar në mungesë për vrasjen e bashkëshortës së tij, 19 vjeçare në Bruksel në gusht të vitit 1997. Sipas njoftimit, Hoxha gjithashtu ka qenë i kërkuar nga Interpol Tirana bazuar në një dënim mungesë për vrasjen e 2 vëllezërve në mars 1997. Hetimet zbuluan se pas largimit nga Belgjika, Hoxha kishte përdorur një identitet të rrem dhe kishte arritur fitonte shtetësinë në një tjetër vend evropian me emër tjetër. Më pas ai dyshohet se kishte hyrë në SBA dhe kishte siguruar status rezidentit përhershëm duke fshehur identitetin e tij real. Sipas autoriteteve jetonte në Shtetet e Bashkuara qysh prej vitit 2012, ndërsa avionte të shmangte drejtësinë për krimet e kryera jashtë vendit. Autoritetet amerikane e cilësuan arrestimin si rezultat të një hetimi 6 vjeçar dhe një bashkëpunimi të gjerë ndërkombëtar mes agjencive ligjzbatuese në SBA, Belgjik, Shqipëri dhe Mbretërinë e Bashkuar.